Ky raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces. Dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi, së bashku me Malnezi, dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duan të bëjnë pjesë e familjes evropiane. Ky është raporti për mua. Të tjerat janë të gjitha pjesë të detajuara të një procesi ku ne kemi kryer në një kohë rekord hapjen e 5 grup kapitujve. Besoj që do të kryejmë dhe hapjen e grup kapitullit të 6 dhe do ta mbyllim vitin me të gjithë kapitujt të hapur.